Po, në fakt jemi në fshatin Gullbashtu ku rreth pas orës 11 ka ndodhur një vrasje e dy fisht, ku të shohet se kanë ndërruar jetë dy persona vëllezër, e cilët janë vrarë me anë zjarri nga dhëndri i tyre ka burri i motrës së tyre. Viktimat janë diku mbi 30, njëri ndërkaq tjetri është mbi 40 vjeçar, ndërkaq dyshohet se këtë ngjarja ka ardhur për shkak të disa mosmarrëveshjeve që paraprakisht kanë pasur në mes tyre, por ne thamë edhe më herë që sipas disa burimeve zyrtare dyshohet që njëri nga këto motive ka qenë edhe për shkak të mosmarrëveshjes që kanë pasur dhëndri me motrën e tyre, ndërkaq dy vëllezërit e kanë ndaluar të njëjtën të shkojë sërish tek bashkëshorti i saj, ndërkaq në tentativë për ta marrë ai sot ku edhe ka ndodhur pas të pamjes së babait të tyre për shkak se ditë më parë ka vdekur babau. Babai gjatë konfliktit këta nuk e kanë lejuar motrën e tyre të shkojë dhe i njëjti pastaj pasi ka vazhduar disa metra tutje është kthyer sërish dhe ka gjuajtur me armë zjarr. Ndërkaq rasti është ende në arrati, në kërkim të tij janë përveç njësitë policore dhe KM-900, ndërkaq edhe i tërë fshati këtu është i rrethuar nga policia, makinat cilat po hyjnë në drejtim të fshatit, por patjetër të vendit këtu po kontrollohen nga policia, por megjithatë deri më tani nuk është se ka ndonjë informacion se ku mund të jetë për shkak se është ende në arrati dhe po vazhdojnë ende kërkimet e tyre. Po, Amantina, edhe vetëm një moment, kanë folur familjarët në lidhje me këtë ngjarje, pra ishte dhëndri i familjes problematik, ka pasur një të shkuar të vështirë me bashkëshorten? Po, dyshohet se është i njohur fakt për policinë për shkak se ka pasur vepra penale edhe të tjera, por familja nuk është që kanë folur, paktën jo deri më tani para mediave, neve na thanë që të tre këta janë të martuar dhe kanë fëmijë, ndërkaq situatën pak a shumë e kanë parë edhe familjarët e tjerë dhe gjendja e tyre është goxha e rëndë, ajo është shëndetësore psiqike, marr parasysh që tashmë edhe dy nga familja e tyre veç kanë vdekur.